besoj se ka ndonjë gjë për të festuar. Në prag të sezonit turistik, qeveria prezantoi sot planin e masave për menaxhimin, mbarvajtjen dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve. Kryeministri Edi Rama theksoi se ky sezon fillon si sfidë e parë dhe është e lidhur me një qasje të re të turizmit në vend. Rama siguroi shqiptarët se do të marrë fund historia e zaptimit të plazheve nga privatët. Një tjetër hap i parë është ai për t'i dhënë fund zaptimit të plazheve në një bashkëpunim të patolerueshëm mes kryetarëve të njësive vendore dhe personave apo subjekteve që marrin me qira plazhe dhe bëjnë prej vitesh që të mos ketë asnjë metër plazh publik në Shqipëri. Ndërsa ministrat e qeverisë prezantuan masat e marra nga institucionet që ata drejtojnë për mbarvajtjen dhe sigurinë e pushuesve gjatë sezonit turistik. Shërbimi i qarkullimit rrugor do të përballojë një kërkesë lartë veçanërisht në akset rrugore, të cilat drejtohen në zonat turistike. Do të kryhet nëpërmjet patrullimit në rrugët dhe akset kryesore rrugore, monitorimit trafikut, drejtimit trafikut, duke krijuar lehtësi për qarkullimin e qytetarëve dhe turistëve dhe mbi të gjitha duke u përpjekur të parandalojë aksidentet e mundshme. Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura këtë verë do të jenë në mbështetje të plotë të gjithë strukturave qeveritare përgjegjëse për turizmin në vend. Mjedisi i ri i sigurisë, në cilin po jetojmë, i vendos Forcat Armatosura në rolin e protagonistit në ndihmë të komunitetit. Gjatë gjithë sezonit turistik veror do të jemi në terren, në bashkëpunim me të gjitha institucionet për të ofruar siguri dhe plazhe më të pastra, duke qëndruar më pranë pushuesve dhe duke ofruar shërbime publike cilësore. Efekt për këtë sezon ka edhe reforma që është filluar për të përmirësuar cilësinë e transportit ndër qytetas, një reformë e cila do të jetë e thellë dhe brenda kësaj jave do ta paraqisim atë edhe publikisht. Sipas shifrave të ekzekutivit, gjatë këtij sezoni turistik priten 3 deri në 3.5 milion qytetarë shqiptar dhe të huaj që pritet të frekuentojnë zonat turistike. Periudha që parashikohet fluks më i lartë është i 1 korrik deri në 15 gusht. Përshëndetje gjithëve. Së pari doja të falenderoj kolegun